Në vazhdën e haditheve nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, Imam Buhariu ka sjellë një varg lutjesh nga Muhamedi alayhi salatu vesselam për të na mësuar neve se si duhet të lutemi. Shumë prej lutjeve kanë të bëjnë me kërkesa për dhënje. Ma jep kët, ma jep atë, ma jep atë, e kështu me radhë. Dhe kësaj i thojnë lutjet talebije, me dhënë. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam i mëson të sahabët edhe si të luten në kërkimin e mbrojtjes, dhe kjo është lutje. I thojnë isti'adha. Andaj transmeton nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, hadithin e radhës se pejgamberi alayhi salatu vesselam thot: "Kana yata'awwadh", ai edhe kërkon të mbrojtje, dhe kjo është lutje. E tani do të sjell një varg kapitujsh të cilat pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka mësuar ummetin e vet si të kërkojnë mbrojtje. Dunjaja të ndërum xhamat është me marr edhe murujt. Pra mi mort mirat e murujt pit këqijave, që kjo është rezimeja. E pejgamberi alayhi salatu vesselam sikur që lutej: "O Allah, ma rregullo fen time, ma rregullo dunjan time dhe më jep përfundim të hajrit." E çka kërkon të mbrojtje? Thot Ebu Hurajra: "E kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu vesselam duke kërkuar mbrojtje për këtyre gjërave. E para prej tyre kana yata'awwadhu wa yaqul", thonte: "Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala." O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga belaja e lodhshme. Ka bela dhe bela dhe bela, laraman. Nga cila ka kërku bela, nga cila bela ka kërku mbrojtje pejgamberi selam? Nga ajo bela e cila të lodh. Kan thonë dietarët, cila ajo bela e cila të lodh? Është ajo bela e cila kur të vjen ajo sprov, ta harron çdo angazhim tjetër. S'ki mo takat me menu për çdo shka. Apo për shembull sa për njerëzve runa Zot dhe kanë fëmijë të sëmur, apo dhe fëmia kur sëmuhet ran me kancere të ndryshme, tumore të ndryshme, e ranon prindin. Ai nuk mundet me pa. Ai edhe në shkoft në punë ka me shku me trup. Se kjo belaja e ka lodh. Dhe ka bela të lodhshme. Andaj ka thonë alayhi salatu wasallam: "O Allah, më ruaj nga belaja e cila lodh. Lodh qatë shumë të lodh sa si ti mo kur gjë tjetër s'në ban." Dhe ka njerëz belaja i prapton, i rrxon, s'ka feqe e ma, s'ka durim, s'ka përmbajtje, dhe i vjen një sprove dhe rrxon. Ka thonë pejgamberi sa Allah ruaj mbi kësaj belaje. Mos më çdo një belaje që më prapton mua. Ka njeriu, thot Imam Baghawiu, unë di njerëz të cilët kanë vdek nga belaja e llafit. Ja ka thonë një llaftron dikush, sa kanë çat që fort me e majt, ka vdek. Dhe njerëz vdesin nga belat. Apo në transmetime ndryshme thuhet se Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu është pas vdekjes pejgamberit sallam është tha dhe ka vdek. S'ka mujt, pro gradualisht s'ka mujt, e ka mujt në veti, dhe shumë shprejt ka vdek. Mas i ka vdek pejgamberi sallam, Ebu Bekri ka jetu veç 2 vjet. S'ka mujt më me e bajt atë jetë ku nuk ka është pejgamberi alayhi salatu vesselam. Dhe njerëzit janë laraman në përmbajtjen e duas, në përmbajtjen e belas. Andaj çka tha pejgamberi sallam, dhe këta do të më bëj dua këtë lutje besimtari: "O Allah, mos më ço bela që s'më më e bajt, më lodh. Më angazhon vetëm me çat punë, sa që unë s'm baj punë tjera." Dhe shejtani pastaj intervenon aty, edhe ta mban fokusin vetëm te ajo bela, që ti mos kish më mundësi me bë vepra tjera. Kjo është e para. Pastaj çka tha? "Wa'udhu bika min darakish shaqa." O Allah, tha, kërkoj mbrojtje nga shkallët e ulta të mirimit. Kemi shkallë të larta dhe shkallë të ulta. Arabët shkallëve të larta ju thojnë deregje, darajat. Dhe shkallëve të ulta ju thojnë darakat. Kur i ka përshkujt Allahu hipokritat në Kur'an, çfarë ka thënë? "Innal munafiqina fi derki l'esfeli minan nar." Ata janë munafikat në shkallën derk, mat ulta të xhenemit. A për besimtarës që ka thonë darajat, ata janë në altë atje. Një shkronje dallon. Çka tha alayhi salatu vesselam? "O Zot, rujëm prej mjerimit, ama ati mjerimit që më qënë të poshtë." Keni pa njerëzit, e kap një depresion, ani angst, ani mërzi, edhe më veç si bunar të poshkon. Ka thonë pejgamberi sa më rujëm o Zot për qësaj. Zdu me shku me mjerim të poshtë. A mjerimi jo i keq, fukaralloko i keq, ama duhet njëri me bo sabër. Apo
depresioni i keq, të lodh, ankthi i keq, trishtimi i keq, apo ama duhet me pasavur, duhet me bodurim dhe me kërku mbrojtje te Allah o Zot, edhe nëse mbaje çtu, apo mbaje çtu. Shumë për njerëz mendojnë thotë, s'ka ku shkon më tepër belaja. Jo, belaja shkon deri në xhenem. Belaja shkon deri në xhenem. Haj çka keq është atje? Kur gjë nuk janë bela të kësaj bote, çka është belaja e ahiretit? Andaj çka tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, o Allah ruajm nga shkallët e ulta e mjerimit. Pastaj ka tha, wa a'udhu bika min su'il qada. O Allah, më ruaj tha nga e keqja e kaderit. Kaderi kiti mirë te Allahi. Ama kur të vjen e tije, të vjen i keq. Apo për Allahin vdekja caktimo. Qatë robin, bol jetoj, bema këtu. Për Zotin a e mirë kjo ka da. Se e merë robin të vetja. Ama vete në nën e vetë, vete vlavin e vetë, thot, vdiq filani. Për këtë kaderi o i keq, për Allahin a i mirë. Andaj që ka dha alayhis salatu wassalam, o Allah rujem nga kaderi që unë e përjetoj keq. Mos më ban me përjetu kaderin keq. Nëse o i kaderi caktimin së në ndryshonti, a mund është me thonë filani mës vdese, o të jethu pës zëndodha jo. Andaj shiko, gjithë të caktimet e Allahut janë të mira, po na shpesh i lexojnë keq. Shpesh i lexojnë keq. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullahu ta'ala, me ta çel Allahi librin tan, çish ta ka shkruajt jetën këtë, kaderin, ha? Ta ka shkruajt Zoti. Pse ki lindë sa ki me vdek. Detaj ta ka shkruajt imcina. Me ta çel Zoti librin, edhe me thonë që çështu ki me pas nesër, çështu ki me pas nesër, çështu mas nesër deri në fund. I kisha thonë Zotit ti edhe une, o Allah kur gjo mos ndrysho, çështu mas mirë ti koka. Se e ka shkruajt Zoti i madh. E ka shkruajt Zoti i madh, i gjithdijshmi. Ama na ngutmi, e thojna pse ndodhi që kjo, pse ndodhi që ajo. Ka thonë alayhis salatu wassalam, o Allah më ruaj nga kadaja, që ciktimi që mund s'm vjen mirë. Dhe duaja e fundit që ka bo prej mbrojtjeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka thonë wa'udhu bika min shamatatil a'da. Ka thonë o Zot, mos i knas armiqt e mi me ngjarjet e mia. Çka ndodh mua mos i ban ata me u gëzue. Musa alayhis salatu wassalam kur kthi pe te biseda Allahu xhel xelaluhu, e ka gjet popullin e vet të adhuru viçin. Edhe e ka pa Harunin alayhis salam vllavin e vet, të cilin e ka lënë kujdestar të bijtë e Israilit. E ka kap për mjekre dhe ka thonë o vllavi jam, çish ti ka mundësi me Milan këto me bo shirk. Ka thonë unë munova minal, unë s'dashta mi përqa, o këto s'u mngojshin mua. Andaj pastaj ja tha një fjalë, tha o vllavi jam, mos i ban mu knasht armiqt tu për la unë ti. Armiqt, ha, shpesh i knasin vetë muslimant. Ha, Shekib Arsalan, njeri prej të shquarve të Egjiptit, çfarë thonte? E kam medituar mbi 50 vjet punën e muslimanëve dhe e kam pasë problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët. Se problemi i muslimanëve janë vetë muslimanët, se ata vetë i knashin armiqt e tyre. Çka tha alayhis salatu wassalam? O Allah, bani dua, kërkoj mbrojtjen tane, me mua mos të knaqen armiqt. Ja, me mua mos knaqen armiqt. Besimtarit me bë, duhet me kërku mbrojtje. Sa prej gjërave të ndërum xhamat, njeriu nuk i ban veç mos me gëzuar mikun. Veç mos me gëzuar mikun. E ka prej njerëzve që se kanë ngajla gëzohet armiku ajo. Lusim Zotin e Madh që Allahu të na ruan nga çdo e keqe kësaj bote dhe ahiretit. E lusim Zotin e Madh xhel xhelal që Allahu subhanahu wa taala mos na çon bela që s'muna mi dërua. Mos na çon mjerime që na çojnë te poshtë. Mos na çojmë qadha dhe qader që s'kena mundësi me durua dhe e lexojna mbrapsht. Dhe e lusim Zotin e Madh xhel xhelalu që në ngjarjet tona dhe veprat tona mos të ketë hise dofrimi dhe gëzimi i armiqve tonë. E lusim Zotin e Madh në këtë ditë në prag të Dhulhijhes, që Allahu subhanahu wa taala na mundson që të përjetojmë me ibadete, me adhurime dhe të bëjmë kulmin e kësajna me kurban bajramin. E lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu krejt atyre haxhilerëve tonë dhe haxhilerëve të dunjas besimtar që kanë marrë rrugën për në haxh, Allahu t'ja leton ya rabbel alamin. E gjithë atyre vëllezërve tonë dhe motrave tona dhe nanave tona që s'kan pas mundësi në këtë vit me shku në haxh, Allahu t'ja ban nasip për vitet e ardhshme ya rabbel alamin. E lusim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala t'i përmirëson karakteret tona, t'i përmirëson sjelljet tona, të përmirëson
fen ton, ta përmirëson dunjan ton. Na lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na bën prej besimtarëve që Allahu i pranon tek ai. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu t'i fal gjunaat tona, t'i fal gabimet e tona, t'i fal kusuret e tona, dhe kur të na vjen momenti i fundit me e dorëzu shpirtin ton, t'ja japna Allahu shpirtin me iman.